Një përplasje e ashpër ka ndodhur ditën e sotme në shtëpinë e Big Brother VIP 5 mes Selin dhe Livias, duke ngjallur tension të madh tek të gjithë banorët. Debati ka nisur pasi Livia ka sfiduar hapur Selin, duke i thënë, nuk e marrin të gjithë rolin e dashnores dhe duke shtuar me ironi, nëse nuk do ishte Gimbo, kujt djali do i kishe shkuar ti? Selin nuk ka nguruar të përgjigjet me një tonë të ftohtë dhe të sfidueshëm. Më sot të artikulosh, pasi ja aktore, duke nënkuptuar se Livia nuk po di të shprehë ndjenjat dhe qëndrimet e saj si duhet. Debati është tensionuar edhe më shumë kur Rogerti ka ndërhyrë, duke hedhur zjarr në flak me fjalët, je lëpirësja e mirit. Livia, e irrituar nga komentet, ka replikuar ashpër, nuk jemi si puna jote ne. Mos i ngatëro të gjithë me suratin tënd. Ajo ka shtuar më tej, thërriti mendjes se kanë gra dhe kalama jashtë mileti, nuk janë të rrëfyu si puna jote. Në kulmin e debatit, Livia ka nxjerrë në pak qëndrimin e saj të pavarur dhe lidhjen e saj me lojën, nuk marrin të gjithë rolin e dashnores, o Selin, ki kujdes. Unë rri me rolin Livia, me emrin Livia Lozi tek pull, dhe bëj çfarë më do qefi. Do rri me ty unë? Ti ke ndenjur si lëpirëse 50 ditë pas mirit. Po mos kisha ardhur Gimbo, çfarë do kishe bërë, të kush djalë do kishe shkuar. Selin ka ripërsëritur me qetësi sfiduese, artikulohu se je edhe aktore, duke mos dhënë shenjë dorëzimi. Rogerti ka theksuar edhe një herë akuzën e tij ndaj Selin, ti je lëpirësja e mirit. Debati ka përfunduar me një goditje emocionale nga Livia, e cila e ka përqendruar gjithë zemërimin e saj ndaj sjelljes së Selin. Do kishe kapur ndonjë tjetër? Ti ndjek mirin kudo me sy, kudo ku është ai. Tensioni i krijuar ka lënë të gjithë banorët në një gjendje të çuditshme, ndërsa publiku ka ndjekur debatin me vëmendje të madhe, duke komentuar në rrjetet sociale mbi konfliktin dhe marrëdhëniet e komplikuara brenda shtëpisë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova. Që e gjeni në bio, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.